Kiara Tito falenderon Kosovën dhe Luizi premton emrin Adem për djalin e tij. Në ditën e dashurisë, Kiara Tito ka ndarë një mesazh emocionues për të gjithë ata që e mbështetën gjatë premierës së filmit Loja e fundit në Prishtinë. Ajo falenderon publikun për dashurinë dhe entuziazmin e dhënë. Faleminderit nga zemra për çdo bilet, çdo përqafim, çdo duartrokitje dhe çdo mesazh që na keni dërguar. Dashuria juaj është dhurata më e bukur që mund të merrni sot, ka shkruar Kiara në rrjetet e saj sociale. Gjithashtu, ajo ka shprehur mirënjohjen për energjinë dhe mbështetjen që morën gjatë këtij momenti të rëndësishëm për ta. Kosovë, na e bëte këtë Valentin të paharrueshëm, ka shtuar ajo. Luizi ka bërë një premtim emocionues për familjen e tij. Ai tha se nëse i lind djali, do t'i jap atij emrin Adem, në ndër të figurës së njohur dhe të respektuar, Adem Jasharit. Ky gjest ka emocionuar shumë fansa, duke theksuar respektin dhe lidhjen e fortë me historinë dhe kulturën shqiptare.